Revista prestigjioze polake Ambassador i ka kushtuar një artikull të veçantë Shqipërisë, duke sjellë një panoramë të bukurive natyrore, Bregdetit, qyteteve historike, trashëgimisë kulturore e arkeologjike, Alpeve shqiptare, gastronomisë dhe mikpritjes karakteristike të vendit tonë. Artikulli e prezanton Shqipërinë si një destinacion autentik, dinamik dhe i gjithnjë më tërheqës në Ballkan, duke nxjerrë në pa diversitetin dhe pasuritë e saj natyrore dhe kulturore. Bregdeti shqiptar prej disa vitesh po konsolidohet si një nga destinacionet më interesante të pushimeve në Europë. Këtu gjenden disa prej zonave më të njohura të vendit, me plazhe të jashtëzakonshme, ujëra bruz dhe një atmosferë tipike mesdhetare. Një nga zonat më të njohura turistike mbetet ajo rreth Durrësit, vend ideal për ata që kërkojnë akomodim të rehatshëm pranë detit. Kjo zonë shtrihet përgjatë bregdetit të Adriatikut, ku ndodhen disa prej resorteve më të frekuentuara. Ndërsa gjatë sezonit të lartë shumë prej plazheve janë të mbushura me turistë, ende ekzistojnë vende të qeta dhe të izoluara që presin të zbulohen. Mali i Robit, Qerreti dhe Golemi po bëhen gjithashtu gjithnjë më të popularizuara. Në jug të vendit peizazhi ndryshon në mënyrë dramatike. Riviera shqiptare i majgjep vizitorët me shkëmbin breslënës dhe ujërat e kristalta. Një nga vendet më të famshme është Ksamili, i njohur për plazhet e bukura, ishujt e vegjël dhe peizazhet spektakolare. Zona ofron gjithashtu mundësi të shumta për not, udhëtime me varg dhe çlodhje. Vitet e fundit Shqipëria është ndëruar në një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Europë. Vendi po investon në infrastrukturë dhe turizëm, ndërsa përpiqet të ruajë trashëgiminë e tij natyrore dhe kulturore. Në një botë ku resortet po bëhen gjithnjë më të ngjashme me njëra tjetrën, Shqipëria mbetet një vend me karakter të vërtet. Ende mund të shohësh peshkatarë që riparojnë rrjetat e tyre në portet e vogla, gra të moshuara që ecin nëpër rrugicat e ngushta dhe fshatra tradicionale ku njerëzit vazhdojnë të jetojnë sipas zakoneve të tyre. Është një vend për ata që dëshirojnë të largohen turmave, të zbulojnë vende më pak të njohura dhe të përjetojnë një udhëtim më autentik. Shqipëria nuk të magjeps me luksin, por me thjeshtësinë, diversitetin dhe mikpritjen e saj të sinqertë, dhe pikërisht kjo e bën atë një nga destinacionet më magjepsëse në Europë.